Rruga është pak e gjatë, po shkurtohet, mbas pak muajsh të shkurtohet dhe gjysmore, më hapje në një segmenti për cilin për vërtet po punohet prej goxha vitesh, por nese, pra për 2 orë do jemi në Kosht dhe në një rrugë shumë të mirë. 2 vjet më vonë do jetë akoma më e shkurtër rruga. Kryeministër, ndodhemi në segmentin Shukës-Qafë-Ploç, tashmë totalisht i përfunduar. Janë 43 kilometra të plota, të cilat sigurisht shkurtojnë ndjeshëm. 5 minuta, pa llogaritur edhe lehtësimin e trafikut. Trafiku tani do ndahet me 2 rrugë. Kamionat që janë përkatësisë për ofisën e kryeministit. Kështu që është një fitore e madhe në kohë. Dhe besove kemi fakt edhe në turizëm. Morëm në trashëgimi të projekt që ishte nisur pa projekt, që ishte një merë. Një vizë e drejtë. Që Niko i thonë se kjo duhet bërë pa tjene. Është projekti më i gjatë, ministër mundimshëm, më i ngatruar për shkak se u nis mbrapsht. Edhe tani është gjë e madhe që mbaroi. Minimum 20 minuta, 25 minuta. Tani sa vjen? 2 orë. Kur të mbarojmë në segmentin e tjera të korridorit, 1 orë e gjysmë. Është që u hap rruga. Kjo ishte kryesore për ne. Na ndihmon për çdo gjë. Kjo rrugë. Aq mirë sa nuk ka. Ja, shikoni për këtë komitet dhe një zhvillim i madh. Habim time se përse duhet kjo rrugë. Dhe nga se unisa nga fakti që nëse ti je në Qukës e sheh që deri në Qafë-Ploç nga rruga e re janë 41 kilometra. Rruga është e njëjtë si ajo e Qukës Qaftan Qafë-Ploç, e njëjta gjerësi, të njëjtat kthesa, ndërsa ajo që i bie nga Qafthana është vetëm 45 kilometra, 4 kilometra më shumë. Pra kjo është pak a shumë situata, natyrisht shmang po gradecin. Por rruga Qukës Qafë-Ploç ka nisur në vitin 2009 mos gaboj, pra 16 vjet më parë, me idenë që do të shpenzoheshin 73 milion euro. Më pas në vitin 2013 shkoi rreth 120 milion euro, ndërsa në mbylljet saj sipas një ish ministrit Partisë Socialiste ka shkuar 371 milion euro. Po pse Shqipëria duhet shpenzonte 371 milion euro për të fituar vetëm 2 minuta më shumë? Nëse vë Google Map nga Quksi, rruga e re për Qafë-Ploç të nxjerr 2 minuta më shpejt se sa rruga e vjetër. Ndërkohë që kjo rrugë që ka marrë 371 milion euro rrezikon të shëmbet segmentet saj shumë shpejt. Pra është një rrugë që nuk shërbente për gjë dhe që ka pasur një kosto të llatashme. Pse duhet ta bënte? Hajde gjeje tani sa rrugë u bë. Por ajo që po them është që kjo rrugë nuk vlente. Mast Channel. Please subscribe.